A biteshe, ndonjëherë unë vetë bitesha nga syri ti, dhe mënyra se si e kishte parë, si i kishte renditur të tëra gjërat. A i kishte edhe parë përgatitje kur shkonte. Të paktën anën historike të vendit kur shkonte e dinte shumë mirë. Dhe në qoftë se i keni parë reportazhet, ka disa reportazhe në të cilat ai ka futur edhe pjesë nga libra të tjerë për një histori të caktuar. Tosi lexonte shumë dhe lexonte shpejt. Nuk linte libër të ri pa marrë dhe pa e qëmtuar. Ka thënë një shprehje një nga ato zonjat e bibliotekës kombëtare, kur Tosi studionte, lexonte histori që në vitet e para, i thoshte na e mori gazetaria një njeri do bëj historian i shkëlqyer. Kishte edhe një gjë tjetër Tosi. Për shembull, ç'a ndodhte? Ndodhte një ngjarje e caktuar. E mbulonte shtypi, po themi, media. Dhe harroi. Tosi nuk e harronte. Qofse i kishte pëlqyer diçka, ose si kuadronte historia, si që ishte treguar, shkonte vetë atje, pas një jave, pas 2 javësh, dhe kthehej përsëri dhe shikonte.